Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski në konferencën e sotme për media informoi se janë identifikuar trupat e 59 personave që humbën jetën në tragjedinë në Koçan dhe ka përfunduar autopsia. Siç theksoi ai, nga zjarri kanë mbetur të plagosur 196 persona, prej të cilëve 80 janë dërguar jashtë vendit, ndërsa në mesin e të plagosurve bëjnë pjesë edhe 20 fëmijë. Megjithatë, sa ju përket masave të ndërmarra për zbardhjen e rastit, Toshkovski tha se deri tashmë janë arrestuar 18 persona, nga ku theksoi se i ndaluari i fundit ngarkohet për vepra të rënda shkaktim të rrezikut të përgjithshëm dhe se është nënshkruesi një projekti bazë për lëshimin e kabare klubit. Se përket masave të ndërmarra për zbardhjen e rastit, deri tani janë arrestuar 18 persona. Personi i fundit i ndaluar ngarkohet për vepra të rënda, shkaktim të rrezikut përgjithshëm dhe është nënshkruesi një projekti bazë për lëshimin e kabare e klubit, një nga dokumentet cilët janë të nevojshëm që kabare e klubit të vendoset në funksion. Tutja i tha se janë kryer biseda me 81 persona. Për 14 prej tyre është caktuar masa e paraburgimit në kohë zgjatje prej 48 orë, si dhe për 11 persona është caktuar masa e paraburgimit për vepra të rënda kundër sigurisë së përgjithshme dhe veçanërisht për 3 persona është caktuar paraburgim për shkak të punës së tyre të pakujdesshme. Ndërsa mes tjerash sa ju përket të lënduarve, ai informoi se aktualisht 93 të lënduar po marrin trajtim në spitalet e Shkupit, ndërsa 80 janë transportuar jashtë vendit, përkatësisht në Serbi, Bullgari, Turqi, Greqi, Austri, Lituani, Sloveni, Hungari dhe Kroaci.